kundërshtar i imi, i popullit e Kosovës dhe i botës demokratike, ishte Slobodan Miloševići. Unë nuk e dija nëse do të isha gjallë prej orës në orë e prej ditës në ditë. Kosovë, në pranverë 1998. Ky ishte vendim krejtësisht personal i imi, i askuj tjetër. Sepse nuk mund të qëndroja anash, ndërsa familja dhe popullin përballej me shfarosjen. Bëra që do të bënte secili prej jush, nëse vendi juaj, populli juaj, do të përjetonte atë që përjetoi populli im. Për këtë jam shumë krenar, dhe nuk i bie pishman asnjëherë. Të nderuar gjyqtar, prokuroria pretendon se qëllimi ishte marrja dhe ushtrimi i kontrollit e Kosovës. Kjo jo vetëm që është plotësisht e pavërtet, të absurde, po është edhe thellësisht ofenduese. Është ofendim për kujtimin e mira heronjve që dhanë jetën për liri. Është ofendim për dhjetra mira viktima të pafajshme të vrarë gjatë masakrave. Është ofendim dhe padrejt edhe për përpjekjet e NATO-s dhe aleancës perëndimore me të cilët unë bashkëpunova ngushtë. Të nderuar gjyqtar, me lejoni të përsëris një të vërtet përjetshme. I vetmi, apo bash i vetmi, kundërshtar i imi, i popullit e Kosovës dhe i botës demokratike, ishte Slobodan Miloševići. Është rënd ta dëgjosh këtë akuzë. Veçanërisht kur gjatë luftës, unë nuk e dija nëse do të isha gjallë prej orës në orë e prej ditës në ditë.